Stavros Pilios, mbrojtësi majt 24 vjeçar i cili luan me AEK-un në kampionatin grek, me shumë gjas do t'i bashkohet kombëtares së Shqipërisë në futboll. Lajmi është publikuar fillimisht nga mediat greke, ndërsa këtë lajm e kanë konfirmuar edhe familjarët e tij. Vlera e Pilios në Transfermarkt është 1.2 milion euro dhe ai nuk ka luajtur asnjëherë për moshat e Greqisë. Stavros luan në Greqi tek AEK, aty ku luan edhe portieri kombëtares së Shqipërisë në futboll, Thomas Trakosha, i cili duket se ka luajtur rolin e tij në shtyrjen e Pilios drejt kombëtares shqiptare. Mediat greke kanë raportuar se Shqipëria ka nisur tashmë procedurat për ta pajisur me pasaportë ansorin e majt, i cili do të jetë një zvendësues perfekt për Mario Mitajn, ndërkohë familjarët e tij e kanë konfirmuar lajmin për Albania Team. Pilios është me origjinë nga Dropulli dhe pritet të jetë alternativa e Mario Mitajt. Konkurenca në krahun e majt do të jetë e madhe për dekadën që vjen, pasi krahas Mitajt e Pilios, tek Shqipëria U21 luan edhe Elton Fikaj, që është pjesë e Panathinaikosit dhe është një futbollist shumë premtues. Trajneri Beslidhjes Elvis Plori ka cekur disa tema të kombëtares, teksa po fliste për mbrojtësin e majt Mario Mitaj. Plori ka entuziazmuar tifozët për një tjetër lojtar me cilësi të tilla si ai lojtari të Al Ittihad. Sipas trajnerit, edhe futbollisti i Shqipërisë U21, Elton Fikaj, është me të njëjtat tipare në aspektin futbollistik. Kujtojmë se 20 vjeçari luan si mbrojtës i majt dhe aktivizohet momentalisht me Panathinaikos në Greqi. Nuk është as i pari dhe as i fundit që vjen nga Shkodra me të tilla lëvizje Mario Mitaj. Hysen Zmiani ishte njësoj, vetëm se ka qenë me këmbën e djathtë, ka kundërkohën, ka driblimin, ka pasimin e thjeshtë, është luks ta mbash si mbrojtës. Do me thënë, ta shoh dikur se si luan me atë teknikë të admirueshme dhe të thuash që është mbrojtës i majt, është luks për kombëtaren shqiptare, por ngjason shumë edhe me Fikajn, janë të ngjashëm. Fikaj po rritet e Panathinaikosi dhe do të jetë gati për kombëtaren e madhe, u shpreh Plori. Mario Mitaj është unik. Mbrojtësi i majt i kombëtares shqiptare të futbollit është përfshirë nga SofaScore në formacionin e sezonit kualifikues për botërorin në Europë. Mitaj konsiderohet lojtari që ka bërë më mirë në krahun e majt të mbrojtjes nga të gjitha kombëtaret që morën pjesë në kompeticion. Ekipi ndërkohë përbëhet nga hyjet e Holandës, Anglisë, Portugalisë, Spanjës, Belgjikës dhe Francës. Për Mario Mitajn është dhënë një vlerësim i përgjithshëm me notën 7.62 për të gjithë fushatën kualifikuese që ka zhvilluar me kombëtaren Kuqezi. Duke qenë se luan tek Al Ittihad në Arabinë Saudite, ai bie në sy si një rast unik. Ndryshe nga pjesa tjetër, Mitaj nuk aktivizohet në ndonjë ligë të Europës. 22 vjeçari ndërkohë mungoi në 2 ndeshjet me Anglinë, tek e para e kishte të pamundur për shkak dëmtimi dhe në të dytën u kursye nga Silvinho pasi rrezikon të mungojë në play-off nëse ndeshkohej. Ndërkohë në 5 sfidat e tjera ku Shqipëria barazoi 2 të parat dhe fitoi 3 radhazi, Mitaj luajti nga minuta e parë duke pasur impaktin e tij në to. Këtë e tregon edhe vlerësimi përfundimtar si një mbrojtës i pazëvendësueshëm